Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahu xhalla wala falenderojmë, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Nëse lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë me tregimin e Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dhe rrëfimin e tij në lidhje me luftën e Tebukut. Jemi ende në hyrje të këtij tregimi dhe pasi që Ka'bi radhiyallahu anhu prezantoi një biografi të shkurtër të tij në raport me përgjigjen ndaj thirrjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përjashtimin kësaj radhe nga rregulli i përgjithshëm që e kishte në jetën e tij, vazhdon Ka'bi radhiyallahu anhu të tregon tash edhe një mënyrë se si organizohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përballë projekteve të caktuara. Dhe thot Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu: "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghayriha." Sa që i dërguari sallallahu alaihi wasallam synonte ndonjë ekspedit, synonte ndonjë do të thotë luftë për të mbrojtë, zakonisht mësynte dika tjetër. Do thotë nuk i të shenja të drejtë përdeta se po shkon në drejtimin e caktuar. Përveç thot kësaj radhe, i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot në këtë luftë, e cila ishte në një vap shumë të madhe, harrin shedid, dhe gjithashtu i dërguari sallallahu alaihi wasallam ia mësyu një udhëtimi shumë të gjatë. Thot kësaj radhe, fa jalla lil muslimina amrahum. Kësaj radhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ashpalosi muslimanëve drejt qartas atë që ja kishte mësuar, që të përgatiten thot mirë për këtë betejë, andaj i lajmëroi për drejtimin ka ishte nisur. Atë kjo është një pjesë shkurtimisht do ta trajtojmë sot në 2-3 pika lidhe me dobi që kanë të bëjnë me këtë pjesë të këtij rrëfimi. Të nderuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithëse që ishte do të thotë njeriu më i përkrahur nga Zoti xhallahu ala, të them kështu, dhe ishte njeriu i cili padyshim gjitha ato veprime që i bënte, gjitha ato punë që ndërmirte, ishin padyshim shpallën nga Zoti xhallahu ala. Zoti xhallahu ala urdhëronte që ta bën kët ose e udhëzon ta bën kët e kështu me radhë. Me gjithë pozitën që kishte tek Allahu xhallahu ala dhe me gjithë do të thotë dashurinë e Allahut ndaj tij dhe me gjithë mbrojtjen e përkrahin, megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i linte anash sebepet, shkaqet. I merr të gjitha shkaqet e duhura që t'ia del mirë si duhet. Dhe tregimi i Ka'bit na e dëshmon këtë. Shikoj, donte të shkonte për shembull në veri, nisi ka jugu. Donte të shkonte për shembull perëndim, nisi ka lindja. Pastaj e ndronte rrugën diku në gjysmë të rrugës, mirë po nuk dëshon që t'i zbulonte planet e tij. Nga sa kjo është një sebeb që njeriu të ruan do të thotë sigurinë e suksesit të projekteve të tij. Nga se kishte në Medinë njerëz që ishin lojal armiqve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kishte njerëz me ndje lehtë, ndoshta nga njëre nga pakujdesia mund të zbulonte diçka që i bënte dëm projektin në përgjithësi. Dhe gjitha këto ishin në kuadër të sebepeve, e jo në kuadër të frikës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ndërmarrja e sebepeve madje nga njëra mund të duket diçka e tepruar, por nëse është në llogari dhe është në drejtim të ruajtjes së projektit, padyshim se është e kërkuar. Andaj e jona është që ne të marrim sebepet tona dhe ne të ruajmë projektet tona dhe ne të mbrojmë punët tona e pastaj të dorëzojmë çështjen Allahu xhalla xhelaluhu. Çështja e dytë që mund ta nxjerrim nga kjo pjesë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë kështu e kishte zakon. Do të nisej thash në lindje, mirë po përfundon të ndoshta njug e kështu me radhë. Për kësaj radhe i mlodhi muslimanët dhe ende pa u nis qartas ju tregoj se ka është nisur. Pse a thua vallë barikat? Nga se kësaj radhe nuk kishte mundësi që të bëhej ndryshe. Dhe këtu Ibn Qayyim rahimullah pedovio që i nxirr thot kur çështja është serioze, nganjëherë sekreti dhe fshehja dëmton. I dëmton pjesëmarrësit në projekt. Pra mirë më ju thonë njëra çore vëllazni, burra, familjes vet njëri, shokëve ti, kjo punë është kështu. Do të kërkon shumë shpenzime, kërkon shumë mund, kërkon shumë kohë. Nëse ju merr mania, po him këtë punë ato.
Por jo njerëz që të befasot gjysmë në rrugët tonë, tek shumë ditë na për shembull, s'kishim investuar në këtë projekt. Tek shumë ditë na për shembull s'kishim qenë pjesë e kësaj apo. Disa çështje janë serioze dhe kërkojnë mund të shtuar, kërkojnë ndoshta investime të shtuar, kërkojnë obligime më të mëdha, andaj në këtë rast dietar ka thënë se fshehja e punëve nuk është tash në dobi, por realisht prezantimi i tyre është në dobi. Dhe këtu gjithashtu mund të nxjerrim një dobi në kuadër të kësaj pike se njerëz nga njëra për shembull mund të fshihin disa punë të tyre në emër të sinqeritetit dhe mos të konsultojnë me njerëz kompetent. Për shembull, e ka një punë dhe ajo punë serioze, nuk mund të bëhet vetëm nga dëshira. Duhet me konsultu për shembull njërin e ditur. Sa tash mi kallëzu hoqës për këtë punë më çfarë po bëjnë ata. Tregoj më mirë se këtu nuk bie ndesh me sinqeritetin. Për çfarë arsye? Nga se këtu tash dituria është kusht për mbarvajtjen e punës. Dhe nëse ti e fshih punën tënde, dëmi është më i madh se sa do bie ato. Prandaj nganjëherë shpalosja e punëve, jo për të shfaqur ato, jo për të prezantuar ato, jo për të lavdruar me ato, jo për të mburr me ato, po për të ruajtur punën, për të ruajtur kursin e duhur, sa po shkon ka dur, njeriu e shpalosur. Sikurse për shembull, në rast saktuar njëri ka dhimbje në vend saktuar. Dhe fshehja së dhimbjes sjell dëm. Dhe thotë tash ku më shku mu zbulu, ku më shku tash të mje, ku më tregu? Jo, në këtë rast zbulimi është i dobishëm për ty. Nga se realisht fshehja e dhimbjes në emër të fshehjes së një pjesë të trupit është më e dëmshme se sa zbulimi i saj. Andaj na në esencë i mbulojmë pjesë të turshme, në esencë ruhemi. Po nganjëherë dobia kërkon se më e dobishme është, do thotë, zbulimi, ose të them më pak e dëmshme është zbulimi se sa mbulimi. Edhe kjo në çdo aspekt të sonë. Prandaj edhe bëhet fjalë udhtim në muajin, sikur se kanë transmetime, janë nisë në Tebuk, dikun ka muaj gusht, ku temperaturat atje janë mbi 50 gradë Celsius. Bëhet fjalë për një udhtim mbi 700 kilometra. Mirë më tregu njerëzve. Për çfarë arsye? Që ka sa bukur Kabe ka arsyetu. Thotë që muslimanët të përgatiten si duhet. A nuk është rrugë deri këtu, nuk është deri atje, po përgatiteni si duhet. Prandaj varësisht nga serioziteti i rrugës, nga rreziqet, edhe njëri përgatitet. E a ka rrugë më e rrezikshme dhe rrugë më e gjatë, dhe a ka udhtim, do të thotë i cili është udhtim që kërkon më shumë të përgatitje se udhtimi i ahiretit? Nuk ka. Udhtimi për ahiret është udhtimi më i gjatë i mundshëm. Udhtimi për ahiret është udhtimi më i rrezikshëm i mundshëm. Nuk ka rrugë në botë që është e rrezikshme sikur rruga drejt ahiretit. Tulli farëzi që ka edhe në këtë botë, në varë, pasaj kur të ringjallemi, sa problemet e sa sprovat e sa fitnet, atë sa ka. Dhe ti ishe njerëzit, sot për shembull, nga gafleti dhe nga hutia që i ka kapluar, më shumë përgatitur për një udhtim të thjeshtë. Tash dimrit për shembull, ka mundësi dikun e rregullon makinën, i ndron gomat, i ka zinxhir me veti, pajisje dimrore, merr tisha me veti, pse? Po se çfarë di në rrugë kjo? Ndërsa udhtimi për ahiret as gomat nuk i ka të përshtatshme për me shku, po them kështu kushtimisht, as i ka marrë zinxhir se këtë rrugë ka rshitza, ka gjëra të caktuara, andaj nuk përgatitet si duhet, nga se ka kuptuar seriozisht udhtimin e tij apo. Prandaj a ka udhtim që Allahu xhallahu ala i ka kushtuar vëmendje më të madhe se udhtimin në ahiret? Shka në Kur'an. S'ka sura në Kur'an që nuk flet për këtë udhtim. Andaj Allahu po tregon se ky është udhtim i gat, përgatitur mirë, merrni sebepet si duhet. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërrozur do të thotë vazhdimisht i porosiste besimtarët që jeni të kujdesshëm, përgatituni. Dhe kishte për ta ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur ndodhte që të vorrosë dikën, pe muslimanë, pe besimtarë me vorros, çfarë thonte? Li mithli hadha fa'iddu. Thonte për këtë ditë këtu kur të bëni, përgatituni mirë, se këtu duhet përgatitje mirë, duhet bajagi punë, duhet bajagi angazhim, që njeriu pastaj të jap llogari dhënie të lehtë. Nuk është lehtë. Shikoj Allahu xhallahu që ka thot për shembull për këto stacione. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu i forcon dhe i mundson që të jenë stabil ata që kanë besuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Atë stabiliteti dhe qëndrueshmëria si duhet në këtë rrugë nuk është e thjeshtë. Sado që ti ndërmerr sebepet, sado që ti mundosh prapë se prapë, kërkohet përkrahja dhe dhurata nga Allahu për qëndrueshmëri dhe stabilitet. Në këtë botë
dietarët kanë thënë në varr që thua ato përgjigjet e duhura kur të vinë melek me të pyet. Duhet stabilitet aty, nuk ka lehtë. Para më i vetmuar në varr i shtrirë, Allah na ruajt, vinë dy melek në formë të madhe, jo lehtë edhe të pyet me në Rabbuk, kush është Zoti yt. Nuk ka lehtë me dhon përgjigje. Andaj ai e përgatit nga kjo botë që thua Zoti jam është Allah. Ai e bën gati. Ku përgatitja? Përgatitja me tauba, me istighfar, me punë mira, me sadaka, me kërkim falje edhe nga Allahu pastaj nga njerëzit e kështu me radhë. Prandaj duhet që ta marrim seriozisht. Që ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte traditë që mos me zbulu shumë projektet, por t'i mante më të fshehura që realisht t'jenë më të suksesshme. Që si të bëhet diçka muhabet shumë, si të kalon në për muhabet të njerëzve, realisht ajo veç fillon që të zbehet mundësia e suksesit. Mirë, po kur bëhet fjalë për diçka që është serioze, e rrezikshme, u tregonte, kjo është rruga, këtu jemi nis, andaj të përgatituni. Edhe askush nuk i thonte për shembull pejgamberit sa në gjysmë të rrugës se me pa ditë nuk ishim nis apo. Andaj për shembull edhe në Mekë fillimi i shpallës ishte i rrapt, nuk ishte i lehtë. Pse? Për treguar se kjo rrugë kërkon me ushtrëngu. Kërkon domthon seriositet, kërkon sakrifica, kërkon sinqeritet, kërkon unitet, kërkon do të thotë bashkëpunim e kërkon gjithë ato që garantojnë suksesin e duhur të kësaj rruge. Dhe ndodhi për shembull që dikush prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pas për shembull peripetive, madje edhe torturave, thonte me paditje Rasulullah që ka si kur s'ka besuar. Ka ndodhur kështu kur nga si përgatiste pejgamberi në fillimisht. Shikoni ajetet e para që u shpallën. Në çfarë detimi ishin? Në këtë drejtim. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Me njëre ardhja e dytë e Xhibrilit ishte na kemi me ta zbrit një fjalë të rënd, përgatitur. Prandaj në ndëruar, kur e sheh për shembull talljen, hajgarën e muslimanëve vazhdimisht, mos seriosetin e shese se kanë kuptuar këta se duhet këtë rrugë që duhet Allah. Nuk kanë kuptuar. Donë Allah obligon për namaz e mersin hajgara. E ka obliguar për këtë, ka thonë kjo ndaluar, isha dy që i trajtojnë jo me seriozitet e duhur. Si duket nuk e kanë dëgjuar mirë Allahun kur flet për këtë rrugë. Nuk e kemi dëgjuar Allahun kur flet mirë për botën tjetër. Atë njeriu mund të pson për një fjalë. Atë njeriu mund të pson për një vepër të vogël. Mund të pson shumë diçka e thjeshtë mund të kushtoj shtrajt ato. Prandaj bëju kujdesshëm, puna është serioze. Nuk luhet me këto gjëra. Sikurse edhe populli tani thotë vet, nuk luhet me zjarm apo? Po me zjarm dunjazës nuk luhet, e çu luhet me zjarm të ahiretit. Nëse me zjarm të kësaj bote nuk luhet, se diek, keq diek me pasoja. E si luhet me zjarm në ahiret që realisht është i pakrahasueshëm me zjarm në kësaj bote. Prandaj pejgamberi sa i tregonte se tash është puna serioze. Tash kemi më shku larg, është bajagi në zet, është bajagi vop, është bajagi larg, përgatituni mirë apo. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që duhet ta kuptojmë. Gjithashtu të ndërruar është se këtu në kuadër se marrëm me diçka ngjash me këtë por me disa dallime që ka nevojë që kjo pikë të ndahet në vetja. Sikurse kemi thënë në dersën e kaluar. Pejgamberi i edukon të sahabët që të dinë të bëjnë gradimin e veprave, apo sikurse tha Kabi radhiyallahu anhu. Nuk u marr pjesë në Bedr, por ku marr pjesë në besatimin e Akabas, si kishan rrugë këto dy javë. Edhe pse Bedri është më i njohur për njerëzit. Pse dinin të bënin se kjo ndoshta është më e njohur, ndoshta më i afirmuar janë nëse janë këtë punë. Po te Allahu më shumë se ka pas stop. Do dinin të bënin vlerësimin e veprave apo. E dinin shumë mirë ku më marr pjesë, ku më sakrifiku, për çka më rapi shmoni më shumë se për, ka se kjo ishte dia që u mësonte pejgamberi. Shikoj edhe këtu për shembull, pejgamberi mësonte me ditë se çka duhet mos më bëhet madhe, çka duhet më bëhet madhe. Se këtu janë punë të mëdha. Andaj na këtu kemi kaos. Do gjëra për shembull janë të vogla, i bëjnë shumë të mëdha, kiamet. Disa gjëra janë serioze, i zvoglojmë ato. Andaj edhe kemi problem vlerësimin e veprave të mira, për me ditë me bën ritën e dur, por edhe ndoshta punë të këqija. Për shembull, disa njerëz kur flasin për shëmtueshmëri të veprave, për disa punë ato të këqija është e vërtetë. Mirë, po aq mënyrë shëmtumi prezanton, aq qëndrim të rigoroz me ndaj tyre, aq rrept, saqë për shembull e shohim që përballë në vepra që është dy fish më rrezikshme se kjo, nuk e marr as gjysmën e këtij qëndrimi apo. Pse? Qase nuk i kemi fatkeqësisht nuk i kemi ndoshta rregullu qëndrimet tona përballë veprave të caktuara me shariat, me fenë e Zotit xhallahu ala, po ndoshta më tepër sipas
emocioneve, euforive, në shaqenive tonë e kështë të më radhë. Kjo është e madhe, po, kjo është me e madhe. Prandaj për shembull tek muslimant do një ndaj për shembull me bëmë ndëgju se një njeri, po them kushtimisht, ka pi alkohol, do duket kjo e madhe, dhe pse është e madhe kjo? Është e madhe, është shumë e keqe. Mi po më një dikush që ka folë për fenë Allahut pa dije. Për shembull, pa dije ka dhënë fatva, pa dije ka përgjigje, për shembull. Nuk na duket kjo kaq e madhe apo. Dorso te Allahu xhallahu ala me fol fenë ti pa dije është më e madhe se gjunaat e shumta që ne I themi ato. Andaj cilën e kemi në më të madhe. Me thonë muslimani për shembull, më ne këtë gotë, sa udhë billahi normal ti spion e musliman. Do merr qendrim shumë që ato është vërtet, kështu duhet me qenë besimtari për balë Haramit. Po a jemi të kujdesshëm kur bie fjala me fol për fenë Allahut sot? A e dim me kategorizu për shembull rrezikun? Këtu është problemi apo. Ose për shembull me çfarë thjeshtësie bëhet gibeti, përgojimi. Do të thotë këto feshë, kjo punë e madhe, sa e ka rrit shënati këtë punë. Pra ky ballancim është shumë I kërkuar, edhe në punë të mira, por edhe në punë e këqija. Dhe gjithashtu për dobive në fund që duam përmend të ndërrojë Allahu është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoi në këtë rast bën të ndryshime. Nuk shkon gjithmonë një, nga se do të thotë edhe pse kishte arsye për këtë ndryshim kësaj radhe, mirë po ky ndryshim gjithashtu është komentuar nga ana dietare si një lloj freskie vazhdueshme e besimtarëve do në raport me përgjigjen bërë pejgamberit. Nga njëri tregonte, nga njëri bënte këtë punë që gjithmonë mbetet vëmendja në koncentrimin e duhur apo. Pra I shikoj për shembull edhe dallimet namazave apo. Sa boj ka 2 recate. Falas për farzat, deri ka 4. Dhe një këndije ka 4 e këtomi ka 3. Këto ndryshime janë që mas me shku gjithmonë njëjtë njëri apo. Gjithmonë njëjtë. Do thotë nga se njëri nga natyra e tij ka ndonjë ndryshim apo. Prandaj aty ku ka hapësirë për ndryshime, njëri është mirë me bën ndryshime apo. Nga se ndryshimi I sjell freski, ndryshimi I sjell një farlloj vëmendje të vazhdueshme, jo gjithmonë me një rutinë. Disa njerëz gjithmonë çata njëjtë në kuptim edhe të punëve të caktuara, edhe mënyrës së jetuarit, edhe mënyrës së shoqëruarit, dhe komunikimit, kurs ka nevojë për më ndryshu, ka nevojë për ndryshime të vazhdueshme, në kuptim aso që është pozitive. Nga se këto sjellin gjithmonë freski, gjithmonë sjellin vullnet, sjellin ambicie tek besimtari. Me ndru. Shikoj për shembull pejgamberi si bën të ndryshime në ibadete. Me lejen Allahu xhallahu ala normalisht. Për shembull është transmetuar se mos namaz na dim që pejgamberi bënte nga 33 herë subhanallahu. Po nga njëherë ndonë të bënte nga 25 herë apo. Nga njëherë ndonë të bënte nga 19 herë. Pse? Që se një kumsot tani mos si ka më ata apo. Ama kur do më ndru, do të më ngjë mirë me kështu, se mos pi kapacitet të 33 apo. Do të koncentrohet. Andaj koncentrimi nga njëherë vjen nga ndryshimi. Ndërsa rutina e humb koncentrimin apo. Prandaj edhe ndryshimet janë të mira apo. Edhe për shembull mënyrë të jetesës nga njëra apo. Disa gjëra pse jo më ndryshon nga njëra. Prandaj edhe mënyra e të jetuarit në kuptim të ato që është e lejuar apo. Ndoshta edhe vet orëndit e shtëpisë me dhur njëri ka njëra veç vënë më ndru, sillni vëllai freskie, ndoshta ibadet në koma më koncentrim apo. Që mos bëhet jeta rutinë, mos bëhet jeta monotoni, por të ndryshojmë jetën tonë që gjithë mund të sillim vetes tonë freskie edhe një farlloj koncentrimi më të vazhdueshëm që realisht e rrezikon jeta mekanike dhe rutina. Andaj pejgamberi bën të ndryshime të tilla që janë të nevojshme. Edhe e shohim edhe në raport me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nganjëherë për shembull, pejgamberi ishte serioz, po nganjëherë çeshte me ta, nganjëherë bënte kështu. Shikoj çfarë jetë të llojshme ka pasur atë. Nëse nganjëherë ja jemi krejt mrall shumë ose këtë kemi hajgara, ja duhet të pas, do të thotë balancim në ndryshime, por duhet bën ndryshime. Nganjëherë kështu, nganjëherë ashtu. Nuk ka nevojë me konkret jeta dëshpërime, mërzie, vujtje, që kanë më shku para herët, është vërtet. Po nganjëherë ka nevojë njëri për një disponim, ka nevojë njëri për një lloj dëfrimi, ka nevojë nga pak për muar këtu në kufit të lejuarës. Nëse ky ndryshim sjell pozitivitet, nëse është me maturi, nëse nuk është në llogaritë obligimeve, padyshim se sjell një farë freskie tek besimtarët. Prandaj nganjëherë ka një nevojë me dal ose me bën një artim caktuar, ose ka nevojë me bën një ku e di çfarë pjesëmarrë në një punë caktuar, sidoqoftë, gjitha këto janë të nevojshme që të na mbajnë në nivel koncentrimin, të na mbajnë në nivel gjithmonë fuqinë dhe elanin për të punuar më tepër për ato punë që pastaj janë të dobishme. Prandaj sheh ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si kanë qenë. Thuhet për Muhammed ibn Sirin rahimahullah, ka qenë dietar I madh Muhammed ibn Sirin, thuhet për ta
thuhet se ditën ishte shumë njëri që do thotë ishte i disponuar. E bënte këtë me buzëqesh, nga ne çështë me këtë, ishte një shumë i disponuar. Por natën, kur ngjiti më fal për Allahun xhallahu ala, ishte sikurse me vroni katon. Do thotë aq i penduar, aq i kthyer tek Allahu xhallahu ala. Dinte, nga se këto ndryshime bën që njeriu ta di pasaj ku është serioziteti e ku është, ndoshta ajo që ka të bëj pak me, ndoshta me disponimin dhe me ato hajgaret e kufizuara, prapë po them jo me te kalu kufilin. Por duhet me ditë se njeriu është i tillë, ka nevojë nga pak për disa ndërhyrje, ose me ndërhyj pak më shumë serioziteti se kanë tepruar hajgare, ose me ndërhyj pak kjo se kanë tepruar, ndoshta në disa formalitete të cilat realisht na pengojnë në koncentrim dhe na pengojnë në vëmendjen tonë drejt adhurimeve të Allahu xhallahu xhelaluhu. Në këto ndryshime tash i bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të vazhdueshme edhe në forma të ibadetit, po edhe në formë të komunikimit, edhe të shoqërimit. Jeta e tij është edhe kështu edhe ashtu. Gjitha këto ishin pjesë e jetës së tij që realisht të bënte një jetë të ngjyrosur në konform natyrshmërisë njerëzore. Gjithmonë që ta ruan koncentrimin dhe vëmendjen dhe pastaj ta kupton drejt seriozitetin përballë punëve të caktuara. Këto janë disa dobi që kanë të bëjnë me këtë pjesë. Zoti xhallahu ala udhëton në rrugën e drejtë dhe na mësoft Allahu xhallahu ala në balancim dhe mesatare të duhur që të jemi të ekuilibruar gjithmonë jetën tonë, sikurse na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju ruaj dhe shpërbleft për durimin dhe vëmendjen. Shpresoj të takomi takim lashëm deri atëherë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.